vetëm 2-3 vetë brenda vetëvendosjes që e din për marrëveshjen tjetër nuk e din. Pra është aq si më thon hendek është kriju një lloj mes pabesisë se mos po rrjedh informacioni, edhe vetëm 2-3 njerëz pra e din. Pra di vetëm Kurti, Dejona dhe ndonjë tjetër. Edhe zotri Limaj, pra nuk din nëse është arrit. Mirë, po nëse nuk është arrit që deri më tani nuk kemi informacion për të kundërtën e saj, atëherë i bie që përsëritet i njëjti skenar. Pra nuk pritet që sepse tash me ligjin e ri brenda 48 orë çdo herë duhet mlidhet kuvendi, pra me rregullore 3. Megjithse kushtetuta këtë përjashton, mirë po këta po interpretojnë një rregullore që ka dalë sfundit tash. Po dhe për këtë ju jeni shprehur që të dorëzojnë mandatet. Unë besoj që zotri Kurti është dashur, po themi që në momentin që nuk e ka arrit atë që ka dëshiru, të bëjë një koalicion me njërin prej partive të mëdha, LDK ose PDK, për të siguruar një 4 vjeçar, po themi, që qëndrueshëm. Në të kundërtën, çdo matematik tjetër është një matematik krize. Dhe mendoj që zotri Kurti nuk e ka pas, si më thonë, të nevojshme këtë situatë. Edhe opozita do të ishte, besoj, edhe e favorshme për zotri Kurtin që ta merrte bashkërisht qeverisin për 10 muaj, sepse zotrit Kurtit do t'i interesante që ata ta kalonin pra asociacionin që pritet, dhe zotri Kurti duke qenë se e ka promovu gjithmonë veten si kundërshtari i saj, mund të bie në një presion të madh të zotrit Trump dhe me çka do të akuzohet pastaj prej opozitës që nuk i kanë bërë qëndrimin. Në këtë kuptim, besoj që zotri Kurti është dashur që t'ja lënë të opozitës, po themi, për 10 muaj ta përmendte qeverin, të kalonte këto pengesat, pastaj kur janë zgjedhja presidentit do të hynte, si më thon, me një avantazh më të madh në zgjedhje, bashkë me zonjën Osmani do të hynin prap si dy njerëz cilët e kanë dominuar skenën politike, po themi, me vota në këto 5-6 vitet e fundit. Faton, ju përveç se situatës në përgjithësi jeni njohur si mirë edhe brenda LTK-s, përveç forcave të tjera. Po nga kontaktet tuaja, a ka shanse sepse kishte shkrime të shumta në media dhe aludime që nga çaja në fraksion e LTK-s një pjesë ndoshta mund t'i bashkojë Kurtit. Ekziston me kjo mundësi? Realisht LDK për gjitha partive është parti që ka shumë fraksione. Pra, është një rrym e rrugovistave, që i kanë qëndruar linjës presidentit Rugova, edhe aty janë kriju, edhe aty brenda po themi një segment i caktuar me politikën e tij zotri Avdixhiku i kanë dalë, disa i ka ofruar vetës, e ka bërë njërin në kryetar, njërin e ka largu prej partisë. Pastaj ekziston një rrym, po themi, e zotrit Isa Mustafa, pra, që janë më të afërt, edhe ku bën pjesë zotri Haziri, që janë më të afërt me PDK-n. Është një rrym tjetër me zotrin Avdixhiku që konsiderohen më modern, që ne jemi më modern, mirë po mbështetemi pra në linjën e presidentit Rugova. Ka pas disa zëra, mirë po jo, nuk besoj, më tepër mund del ndonjë kandidat prej PDK-s tek LDK-ja se sa e kundërta. Nuk pres, pra nga kontaktet e mia nuk është se ka zëra që, sepse zotria Avdixhiku i ka flirtuar shumë mirë njerëz cilët janë besnik këtij, që ata pak që kanë pas, po themi, ndonjë flirtim, po themi, me vetëvendosjen, nuk është se i ka kandiduar. Ka kandiduar vetëm njerëz shumë besuar ti. Mirë po, nëse flasmi për LDK-n në përgjithësi, në këtë